Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Është e pamundur që të jetosh në mëkat, të jetosh në mosbindje ndaj Perëndis dhe në të njëjtën kohë ti besosh atij. Si reagoni kur përballeni me një sfidë që thret për të kaluar një dallë të besimit në Perëndim? Me mëdyshje, me ndrojtje, me optimizëm, me besim? Nëse ju jeni nga ata njerëz që zbrapseni nga një sfidë shpirtërore, atëherë dëgjoni me kujdes. Sot Dr. Stanley na kujton se çelësi për të mposhtur frikën është të njohim se kush është Perëndia dhe çfarë ka premtuar ai. Ndërkohë që njohim më tepër karakterin e Zotit, edhe ai pak besim bëhet i sigurt edhe i aftë për të besuar Perëndis për gjëra të mëdha. Krijoni një pamje më të qartë se cili është me të vërtetë Perëndia, ndërkohë që Charles Stanley shpjegon sot hapat e besimit në programin Prekja e Zotit. Përmes të gjitha shkrimeve Perëndia thekson faktin që unë dhe ti duhet ta vendosim besimin ton në të. Titulli i këtij mesazhi është Hapat e besimit. Janë 3 hapa besimi që do t'ju tregoj nga shkrimet. Besoj se në jetën e një personi ka 3 faza të veçanta besimi. Tani më lejoni t'ju tregoj që kjo nuk do të thotë se sa herë që i kërkoni Perëndis diçka, duhet të kaloni patjetër përmes të gjitha këtyre 3 fazave. Do të ishte e mrekullueshme nëse do të mund ta filloni çdo lutje me fazën numër 3, por nuk e bëjmë. Kështu që dua të filloj me fazën e parë. Dhe faza e parë e besimit ton është besimi i vogël. Për mua besimi i vogël do të thotë besim i paqëndrueshëm. Besim që ka lëkundje për shkak të dyshimit. Besimi i vogël është besim i lëkundur që shkon sa para mbrapa. Besimi i vogël do të fokusohet tek Perëndia një moment, por pastaj kthehet menjëherë tek rrethanat. Ky nuk është vetëm besimi i njerëzve që kanë qenë të krishterë për një periudhë të shkurtër kohë, por edhe atyre persona që edhe pse kanë qenë të krishterë për një kohë të gjatë, nuk janë rritur në besimin e tyre. Dhe duke parë burrat dhe gratë e perëndishme në shkrime, kuptojmë se janë burra dhe gra që fokusohen dhe meditojnë në Zotin ton. Ata nuk kishin atë që kemi ne për të medituar, Biblën, por meditonin në Perëndin duke menduar për të gjatë gjithë kohës. Pra, kur shikojmë besimin e vogël, shikojmë atë besim që lufton, që është i paqëndrueshëm, besim që shpesh herë dorëzohet. Nuk ka asgjë gabim me besimin që shqetësohet, sepse me këtë besim filluam të gjithë. Kur ti besove në fillim Jezus Krishtin si shpëtimtarin tënd, dhe dikush tha, Bibla thot tek Ungjilli Mateut kapitulli 7, vargjet 7 deri në 8, lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju çelet, sepse kush lyp, merr, kush kërkon, gjen, dhe do t'i çelet atij që troket. Ti fillove të lutesh dhe asgjë nuk ndodhi dhe the, duhet të jem keq kuptuar, dhe kështu besimi yt u lëkund. Tani, dëgjoni me vëmendje. Besimi i lëkundur nuk është mëkat, veç nëse dorëzohem dhe pëlqej të kthehem mbrapa në mosbesim, duke thënë, thjesht nuk do të ndodhte. Perëndia nuk i dëgjon lutjet. Ai thjesht nuk i ka hedhur syt mbi mua, ose gjëra të tjera të kësaj natyre. Kështu pra, besimi i vogël nuk është vendi ku ndonjëri nga ne dëshiron të qëndrojë. Është vendi ku të gjithë ne, për disa arsye, varemi nga rrethanat tona. Mund të fillojmë aty, por nuk është e thënë që duam apo duhet të qëndrojmë. Ky është niveli më i ulët i besimit. Cila është faza e parë e besimit? Besimi i vogël. Çfarë lloj besimi është ai? Është një besim i paqëndrueshëm që lëkundet sa ndej këtej. Në rregull. Ky është besimi që na sjell në fazën e dytë të besimit, që është besimi i madh. Ti mund të thuash, ku e more këtë idenë e besimit të madh? Ndërsa kontrollon shkrimin dhe fillon të shohësh atë çfarë u tha Jezusi njerëzve kur foli për besimin e tyre, atëherë ne do të kuptojmë. Besimi i vogël thoshte, unë e di që ai mundet, por nuk jam i sigurt që do ta bëj. E di që mund të ndodh,
por nuk jam i sigurt në do të ndodh. Ndërsa besimi i madh thot, unë e di që Zoti mundet dhe e di që do ta bëj. Tani dëgjoni se çfarë u tha Jezusi këtyre njerëzve që po kalonin në përvështirësi dhe mundime. Në fakt, kur mendoj për jetën e krishterë personale, gjëja e parë që më gëzon më shumë është të mësuarit e rrugëve të Perëndisë. Si drejton ai? Unë dua të hyj në mendjen e tij. Si funksionon ai? Gjëja e dytë që më gëzon më shumë është ta shoh këtë sfidë dhe të kuptoj që nuk mund të bëj ndonjë gjë për të dhe të shikoj çfarë bën Perëndia. Si do ta zgjidhë ai këtë? Dhe e shikon sa më e vështirë është, aq më e gëzueshme është për mua. Sepse e di që do të shikoj atë që do të bëj Perëndia. Unë do të shikoj atë ashtu sikur se thuhet tek Vajtimet kapitulli 3 vargu 25. Zoti është i mirë me ata që kanë shpresë tek ai, me shpirtin që e kërkon. Njeriu që po përjeton besimin e madh është i gatshëm të presë për Perëndin. Ai nuk nxitohet. Ai beson në sovranitetin e Perëndisë, beson që ai ka gjithçka nën kontroll. Ai beson në besnikërinë e Perëndisë dhe se ai do ta bëjë atë që thot. Besimi i madh mund të presë dhe kur nuk do të dorëzohet. S'ka rëndësi se çfarë është. Pse? Kjo ndodh sepse besimi i madh është ngulitur në shkrimin dhe mbështetet pikërisht në karakterin e Perëndisë. Kur ti dhe unë arrim në atë fazë të besimit ton, kështu që në ndonjë rrethanë të caktuar në të cilën ne jemi përballur dhe po luftojmë, Perëndia vendos në zemrat tona një pasazh nga shkrimi që tregon në mënyrë të drejtë për drejtë ose jo se Perëndia është aty dhe do të përgjigjet. Ti dhe unë mund ta falenderojmë atë për premtimin e tij, ta pohojmë atë dhe të kemi çfarë? Dhe të kemi besim të madh. Besimi i madh thot, nëse Zoti e thot, do ta bëj. Nëse ai e premtoi, është plotësisht i bindur që mund ta mbajë premtimin. Ktheheni Bibla tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 9, vargjet 18 deri në 22. Ndërsa Jezusi u thoshte këto, ju afrua një nga krerët e sinagogës, ra përmbys përpara tij dhe i tha: "Sapo më vdiq vajza, por eja, vëre dorën mbi të, dhe ajo do të jetojë." Dhe Jezusi u ngrit dhe ndoqi bashkë me dishepujt e tij. Mendoj se nëse Jezusi do të kishte thënë, duhet të mendojmë për këtë, do të bisedoj me Atin për këtë, nuk do të kishte ndodhur ngjarja tjetër. Kjo është situata më kritike në të cilën mund të gjendet një njeri. Ishte vërtet ajo që tha ai, vajza ime ka vdekur? Jo e sëmur, jo afër vdekjes. Ai tha, sapo më vdiq vajza, por eja, vëre dorën mbi të, dhe ajo do të jetojë. Tani e shikoni se ç'ndodhi pas kësaj. Dhe Jezusi u ngrit dhe e ndoqi bashkë me dishepujt e tij. Dhe ja, një grua e cila vuante prej 12 vjetësh nga një fluks gjaku, ju afrua nga mbrapa dhe i preku cepin e rrobës së tij, sepse thoshte me vete, po të prek vetëm rrobën e tij, do të shërohem. Unë nuk kam nevojë të prek shputën e këmbëve të tij. Nuk kam nevojë të prek këmbën e tij. Nuk kam nevojë të prek dorën ose fytyrën e tij. Gjithçka kam nevojë është të prek një cep të rrobës së tij. Nëse do të mund të prek vetëm një cop të rrobës së tij, do të shërohem. Sepse thoshte me vete, po të prek vetëm rrobën e tij, do të shërohem. Dëgjoni se çfarë tha Jezusi. Jezusi u kthye, e pa dhe tha: "Merr zemër o bi, besimi yt të ka shëruar." Dhe që në atë çast, gruaja u shërua. Këtu gjejmë të vërtet një shembull të bukur të besimit të madh. Çfarë po thoshte ajo? Unë kam parë çfarë ka bërë ai, kam dëgjuar për të. Besoj në atë që thotë se është. Edhe tani, ai është në rrugën e tij jo për të shëruar dikë. Ai po shkon të ngrejë dikë nga vdekja. Ai madje nuk hezitoi as pak kur i tha nënpunësi i sinagogës, sapo më vdiq vajza, por eja, vëre dorën mbi të dhe ajo do të jetojë. Përkundrazi, Jezusi u ngrit për të shkuar dhe gruaja me fluks gjaku e dinte në ato moment, po të prek vetëm copën e rrobës së tij, do të shërohem. Ajo nuk tha, unë ndoshta mund. Ajo nuk po i thoshte vetes, shpresoj se do të shërohem. Ajo po thoshte, vetëm nëse do të prek aty, vetëm nëse prek cepin e rrobës së tij, diçka e mirë do të më ndodh. Ajo po thoshte me vete, vetëm nëse e arri. Ky është besimi i madh.
Ajo grua nuk po shqetësoi nëse do të shërojë apo jo, por që të mund të çante turmën, po të prek vetëm rrobën e tij, e di që do të shërohem. Dhe Jezusi i tha tek vargu 22. Jezusi u kthye, e pa dhe tha: "Merr zemër o bij, besimi yt të ka shëruar." Dua të shikoni një pasazh tjetër këtu, sepse jemi duke folur për llojin e besimit që bën gjithë ndryshimin në botë. Tani, unë e di që ju po mendoni të gjitha këto kanë të bëjë me shërimin, jo me besimin. Ka të bëjë me faktin se Jezusi i përgjigjet besimit që kemi tek ai. Tani shikojeni këtë nëse mundeni tek Ungjilli Mateut, kapitulli 15, vargjet 22 deri në 28. Dhe ja, një grua kanaanëse që kishte ardhur nga ato anë, filloi të bërtas duke thënë: "Ki mëshirë për mua, o Zot, o biri i Davidit. Vajza ime është merrsisht e pushtuar nga një demon." Vini re si i drejtohet ajo atij. "Ki mëshirë për mua, o Zot, o biri i Davidit. Vajza ime është merrsisht e pushtuar nga një demon." Por ai nuk ju përgjigj fare, dhe dishepujt e tij ju afruan dhe ju lutën duke thënë: "Lëshoj atë, sepse po bërtet pas nesh." Tani kjo grua nuk ju lut atij një herë. Ajo tha: "Të lutem, të lutem, të lutem, ki mëshirë për mua. Vajza ime është merrsisht e pushtuar nga një demon." Jezusi nuk tha asnjë fjalë, dukej sikur po e injoronte atë fare. Por tani shikoni këtë. Por ai ju përgjigj dhe tha: "Unë nuk ju kam dërguar gjithë ju, përveç te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit, jo për paganët. Unë jam dërguar vetëm për judejnë dhe hebrejnë." Por ajo erdhi dhe e adhuroi duke thënë: "O Zot, ndihmom. Unë kam nevojë për ndihmë." Shiko, ai ju përgjigj duke thënë: "Nuk është gjë e mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe tua hedhësh klyshëve të qenve." Por ajo tha: "Është e vërtet, Zot, sepse edhe klyshët e qenve hanë thërrimet që bien nga tryeza e zotërimve të tyre." Si ishte ajo? Grua e zgjuar. Tani çfarë po bënte ajo? Ajo po thoshte: "E kam parë atë duke shëruar. E di që ai mundet. Unë besoj se ai do ta bëj. Do të shkoj t'i tërheq vëmendjen. Ai më injoroi, por unë nuk do të dorëzohem." Dhe Jezusi i tha: "Unë nuk kam kohë për ty." Por ajo ju përgjigj: "Po, ke." Me fjalë të tjera, Jezusi po vinte në provë besimin e kësaj gruaje. Dhe e di çfarë? Ajo vendosi, ajo nuk po dorëzoi. Dua të them që ata u përpoqën t'i mbyllnin gojën, bën gjithçka që ishte mundur derisa më në fund ajo shkoi tek ai, u përul dhe i tha: "Zot, më ndihmo." Tani më lejoni t'ju bëj një pyetje. Ku ishte fokusuar ajo? Në birin e Perëndis. A e kuptoni? Shikoni se çfarë ndodh. Kur fokusi është në birin e Perëndis, çfarë ndodh me besimin? Besimi ndizet. Ishte besimi në birin e Perëndis. Fokusi është tek biri, jo tek problemi, jo në vuajtjen e problemit që ishte këtu me vajzën, por tek Krishti. Ajo tha: "Unë e di çfarë mund të bësh ti. Unë e di çfarë kam parë të bësh. Më ndihmo, kam nevojë për ty, jam e dëshpëruar. Unë besoj se ti mundesh dhe besoj se do ta bësh." Në fakt, ajo ishte kaq e bindur që nuk do të luante vendit. Vini re çfarë ndodhi në vargun 28. Atëherë Jezusi ju përgjigj duke thënë: "O grua, besimi yt është çfarë i madh. Tu bëft ashtu si dëshiron." Dhe që në atë çast e bija u shërua. Këtu gjejmë një shembull të bukur të besimit të madh, duke mos u dorëzuar. Apo i dëgjonte ajo turmat? Jo. Apo este ajo sipas ndjenjave të saj? Ai i tha: "Unë ja jap këtë vetëm njerëzve të mi." A e bëri kjo gjë që të ndalonte? Jo. Ajo nuk shkoi sipas asaj çfarë dëgjoi, çfarë ndjeu apo pa. Dishepujt po thonin: "A do të largohesh që këtej?" Ajo po shkonte për një gjë. Ajo besoi se ai ishte vërtet ai që thot. Besoi që ai do ta shëronte vajzën e saj. Ajo nuk u dorëzua derisa ai tha: "Besim i madh." Cili është hapi i parë? Besimi i vogël. Dhe besimi i vogël, çfarë lloj besimi është? Besim i paqëndrueshëm. Cili është hapi i dytë? Besim i madh. Dhe çfarë lloj besimi është? Besim që arrin tek ai,
që është plot siguri absolute dhe bindje. Ai do ta bëj atë që thot. Besimi i vogël thot: unë e di që mundet, por nuk jam i sigurt nëse do ta bëj apo jo. Ndërsa besimi i madh thot: ai mundet dhe do ta bëj. Besimi i madh është një ndjenjë shprese. E di çfarë? Ti mund ta kthesh gjën më dekurajuese në jetën tënde në një aventurë të mrekullueshme me Perëndin, pavarësisht dhimbjes dhe krejt papritur. Do të fokusohesh tek Perëndia dhe do të thuash: Zot, tu është problemi. Unë nuk do të fokusohem më tek problemi, por tek ti. Do të fokusohem tek ti, sepse e di cili është karakteri yt. E di cilat janë premtimet e tua. Unë e njoh besnikërinë tënde. Ti e mban fjalën. Ti mban premtimet e tua. Ti më do, sepse jam një nga fëmijët e tu. Ti ke thënë se do të plotësosh çdo nevojë time. Unë do të besoj në ty çfarë do që të ndodh. E di çfarë do të ndodh? Ju do t'i ktheni ato gjëra që ju dekurajojnë dhe për të cilën jeni lutur dhe jeni shqetësuar në një mundësi që Perëndia të bëjë diçka të mrekullueshme në jetën tënde. Çfarë për shembull? T'ju ngrej nga shkalla më e ulët në nivelin më të lartë të besimit të madh. Diçka do të ndodhë në gjithë jetën tënde të lutjes. Ti nuk do të vish më duke thënë: "O Perëndi, nuk do të jetë më ashtu", por do të jetë: unë thjesht dua të falenderoj për atë që ti je. Po, jam i lënduar. Nëse shikoj tek rrethanat, Perëndia asgjë nuk do të ndryshoj, por sot zgjedh të lavdëroj që je pikërisht ai që premtove se je. Mirë. Ka dhe një fazë të tretë. Falenderoj Perëndin që është dhe një hap i tretë. Kjo është gjëja më ngazëlluese. Hapi i tretë është besimi i përkryer. Ti thua: do të thotë kjo që besimi im do të bëhet i përsosur? Jo. Mbaj mend këtë gjë. Çdo rrethan, çdo kërkesë, çdo situatë mund të jetë një nga 3 nivelet e besimit. Ju mund t'i afroheni Perëndis me pak besim, me shumë besim ose me besim të përsosur. Çfarë kuptojmë me besim të përsosur? Mirë, më lejoni t'ju them para së gjithash, çfarë ka thënë Jezusi për besimin e përsosur. Për të lexojmë në përfaqet e shkrimit dhe në eksperiencën e shumë njerëzve. Shikoni nëse mundeni tek letra e Jakobit, kapitulli 2, vargu 21. Abrahami, ati ynë, a nuk u shfaqsua me anë të veprave kur e ofroi birin e vet Isakun mbi altar? Tani kjo nuk do të thotë që e shpëtuan veprat. Çfarë po thoshte ai është kjo, që nëse unë me të vërtet besoj Perëndin, atëherë do të punoj për të. Që do të thotë, nëse unë i besoj Perëndis me të vërtet, atëherë do të veproj. Dhe kështu, besimi dhe veprat shkojnë së bashku krah për krah. Veprat vet nuk justifikojnë ndonjërin dhe nuk bëjnë që ato të shpëtohen. Ai thot tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 2, vargjet 8 deri në 9. Ju në fakt jeni shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndis, jo nga vepra, që të mos mburret askush. Është mirësia, dashuria dhe mëshira e Perëndis. Nuk kemi ndonjë merit nga ana jon, nuk është për shkak të asaj që jemi. Kur i referohet veprave, ai është duke folur për faktin se Abrahami besoi në Perëndin, duke bërë pikërisht atë që i tha Perëndia të bënte. Veprat e tij ishin prova e besimit të tij, dhe veprat e tij ishin gjithashtu një shprehje e besimit të tij. Kështu pra, ai nuk po thotë të shpëtohesh nga veprat. Abrahami, ati ynë, a nuk u shfaqsua me anë të veprave kur e ofroi birin e vet Isakun mbi altar? Ju e shikonin që besimi i Abrahamit po punonte me veprat e tij. Ata shkojnë gjithmonë së bashku, dhe si rezultat i veprave, besimi ishte i përsosur, që do të thotë ishte i kompletuar. Tani mendoni për një moment. Çfarë është besimi i përsosur? Ne thamë së pari që fillojmë me nivelin e ulët, besimin e vogël, që shqetësohet dhe është i paqëndrueshëm. Pastaj kalojmë në fazën e dytë, atë të besimit të madh, ku ne kemi siguri, bindje dhe guxim dhe besojmë që Perëndia do të bëjë atë që ka thënë se do të bëjë. Besimi i përsosur është i aftë të dëgjojë përtej tingujve që dëgjojnë nga veshët njerëzor. Besimi i përsosur është i aftë të dëgjojë nga Perëndia dhe të nxjerrë jashtë çdo gjë tjetër. Besimi i përsosur është në gjendje të shohë atë që nuk duket përmes kësaj pengese që duket. Besimi i përsosur është i aftë të shohë Perëndin në çdo aspekt të jetës.
Besimi përsosur është një besim i qëndrueshëm. Ai arrin në atë vend, nuk ka rëndësi çfarë ai ose ajo shikon, dëgjon, ndjen, kujton ose mendon. Është kënaqësia e këtij kuptimi të madh dhe paqes së përsosur që e bën të mundur të qëndrojë në mes të trazirës, shqetësimit, vështirësive dhe të gjitha pengesave, të gjitha llojeve të tingujve, të parit dhe gjithë të tjerave. Besimi përsosur është në gjendje të thotë: faleminderit shumë. Tani shikoni këtë. Besimi i vogël thotë: unë e di që ai mundet, por nuk jam i sigurt që do ta bëj. Besimi i madh thotë: unë e di që ai mundet dhe e di që do ta bëj. Besimi i përsosur ka aftësinë ta shohë të përfunduar punën madje para se të bëhet me të vërtet e dukshme. Tani mik, jeta bëhet me të vërtet e bukur sepse e shikon se ti nuk ke nevojë të shkosh përmes atyre 3 fazave dhe të përballesh me besimin çdo herë që lutesh. Disa gjëra nuk janë dhe aq të rëndësishme në jetën tonë, por besimi përsosur thotë: unë shoh fundin që në fillim. Unë e shoh atin tim qellor shumë qartë. E shoh atë me bindje, me siguri të plotë, që unë do të veproj me një bazament që pothuajse është bërë dhe do të bëhet një pamje e vërtet e gjallë kur ati im e di që është koha e duhur. Ky është besimi i përsosur. Tani, si mund të kaloj nga faza e parë në të tretën? Nëse dua të kaloj atje më shpejt, kam nevojë të meditoj çdo ditë në fjalën e tij, sepse ajo sjell mendjen e Perëndis në zemrën time. Nëse dua të kaloj në atë nivel të lartë dhe të qëndroj atje, duhet të jemi ndjeshëm ndaj mënyrës se si i përgjigjet Perëndia lutjeve tona të vogla apo të mëdha, dhe të bëhemi vetëdijshëm se si punon ai me gjërat që duken të pamundura dhe ato që janë shumë të thjeshta. Unë dua të bëhemi ndjeshëm ndaj asaj që ai po bën dhe të kërkoj për rrugët e tij dhe duke patur antenën time shpirtërore jashtë, duke kërkuar për dëshminë e Perëndis në çdo aspekt të jetës sime. Pastaj e di çfarë ndodh? Ju do të vini kundër dallgës së madhe kundërshtuese që mendon se nuk ka asnjë zgjidhje. Dhe a dini çfarë? Ti qëndron atje dhe shikon atë. Shikon që ajo vjen rreth teje dhe madje kurrë nuk të prek. Pse? Sepse ti ke zbuluar që Perëndia sovran i këtij universi është mpuroja jote. Është streha dhe shpëtimi yt. Ai do të bëj të ecësh përmes çdo rrethane të jetës tënde. Charles Stanley ju nxiti sot të ndërtoni besimin tuaj në Zotin duke ju folur për të vërtetat e shkrimit. Ndërkohë që mësoni se si punon Zoti, ju do të jeni të aftë të besoni atij, pavarësisht se çfarë mund t'ju ndodh. Ju mund të përballeni me një situatë të vështirë, e cila kërkon që ju të veproni në këtë moment. Por gjithmonë ka një kohë për të pritur për drejtimin e qartë të Zotit. Psalmi 41:4 thotë: Unë kam pritur me ngulm edhe me durim Zotin. Edhe ai u përkul mbi mua edhe dëgjoi britmën time. Më nxorri jashtë një grope shkatërrimi. Nga balta e moçalit, i vendosi këmbët e mia mbi një shkëmb dhe i ka bërë të qëndrueshëm hapat e mi. Ai vuri në gojën time një kantik të ri për të lëvduar Perëndin ton. Shumë njerëz kanë për ta parë këtë. Do të dridhen dhe do t'i besojnë Zotit. Luma e njeriu që i beson Zotit edhe nuk u drejtohet krenarve, edhe as atyre që marrin rrugë të keqe duke u dhënë pas gënjeshtrës. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valetëungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.